Ego dhe zemra, kur themi ndiq zemrën dhe mos kënaq egon. Duhet ta kuptojmë se si funksionon. Dhe në momentin që e kuptojmë se si funksionojmë, ne arrim ta përdorim atë për të mirën tonë, për të ecur përpara. Pra nëse unë e di që më ledhatohet egua nga një dhuratë, filloj dhe ja shpjegoj partnerit tim, arri dhe them, si do ta zgjidhim? Në momentin që shkoj te ky nivel që si do ta zgjidhim, kam shkuar në zemër. Dhe aty pastaj mund të shpreh të gjitha emocionet e mia, mund të shpreh se kjo situatë më ka bërë të ndihem keq. Nëse do të na mësoje një zakon që ne duhet fillojmë ta praktikojmë nesër, cili do të ishte ai? Zakoni më i mirë është mirënjohja. Lista e mirënjohjes. Ka disa dashuri që e çojnë njeriu në mbijetesë. A mund të quhet kjo dashuri? Kur një vajzë apo një djalë janë në survival mode për të mbritur tjetrin? Në momentin që një marrëdhënie po të çon drejt mbylljes, pra ti nuk arrin dot të shprehësh emocionet e tua vetëm përmes përplasjes, nuk arrin dot të komunikosh, nuk arrin dot të jesh vetvetja, nuk arrin dot të rritesh më emocionalisht, financiarisht, nga ana e krijimtarisë, ka një gjë që aty nuk po funksionon. Dhe në atë moment ose do shkosh në terapi të kuptosh që çfarë po e ndalon, cila është rezistenca që s'po e lejon këtë gjë të rritet, ose mund të jetë një kontratë e mbyllur. Më thot gjithmonë seksi dhe dashuria janë dy gjëra të ndryshme, po në fakt, a nuk është seksi me partnerët e tjera, shpërdorimi i energjisë jetësore që nuk e lën tjetrin të dashurisë siç duhet? Në momentin që ne jemi duke ndryshuar partnerë të ndryshëm, po marrim dhe gjithë traumat e tyre me vete. Jemi të gatshëm të hapemi në këtë lloj lidhje? Pra një partner i cili ka multiple, le të themi, choices, ka sjell me vete, jo vetëm traumat e veta, po dhe traumat e të gjitha partnereve të tjera që ka pasur. Dashuria nëse t'jep dhimbje, a supozohet të jetë dashuri në fakt? Apo dashuria e ka dhe dramën dhe dhimbjen brenda? Fakti që po shkaktohet kjo dhimbje duhet ta identifikosh nga të vjen si fillim. Në cilën pjesë të personalitetit tënd është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë veten në çdo moment, dhe nëse kjo nuk ka lidhje me ne, nuk ka lidhje me një traumë tonë, nuk ka lidhje me eksperiencën tonë jetësore, sepse ne jemi të shëruar dhe nuk po meç në asnjë pjesë tonën, është diçka që personi tjetër e ka në realitetin e vet. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.